Gjykata e posaçme e apelit la në fuqi dënimin me 1 vit burg për kryebashkiakun e Rogozhinës Edison Memolla, i cili u gjet fajtor për blerje të votave në zgjedhjet e pjesëshme lokale të 2022-shit. Ky vendim i formës së prerë dërgon Memollën në qeli dhe e largon atë nga drejtimi i bashkisë. Po ashtu i pari i Rogozhinës nuk mund të mbajë poste publike në 5 vitet e ardhshme. Në të njëjtën çështje për korrupsion në zgjedhje apo falsifikim dokumentesh u dënuan edhe 3 persona të tjerë. Hetimet për të nisën pas publikimit në media të një audio përgjimi ku dëgjohet Edison Memolla, në ato kohë kandidat për kryetar bashkie në Rogozhinë, teksa ndikon tek një elektricist për të mos ndërprerjen e energjinë elektrike, një abonenti debitor. Për spak e gjithë kjo bëhe me qëllim që qytetari të votonte në favor të tij në zgjedhjet e pjesëshme lokale. Memolla është kryebashkiaku i parë i cili është dënuar nga GKKO për korrupsion në zgjedhje, teksa ai ka mohuar akuzat dhe ka kërkuar pafajësi.